Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna Vështrisë. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re, familjes Basre Çelës. Basre, urime që çelëse. Faleminderit edhe për jush, Allahi ju nderoft, ju respektoft, Allahi shpërbleft me të gjitha të mirat. Shumë faleminderit. Tashmë veshjemi në ambientet e brendshme shtëpisë Basrisë, na po e lëna me pamjet e vizitës parë edhe lajmi se çka kemi dhënë për ndërtimin e shtëpisë së re. Jetojmë kushte tepër të rënda, jam një rast social, kem nevojë për mbështetje, kem nevojë për një strehim, I kam 2 fëmijë, shoqen edhe vetë, transport as ka privat edhe as nuk ka publik. Bes vetë po të kallëzoj drejt, mundona se kam një probleme pa shëndetësore, po mirë po probleme shëndetësore kur fëmija lyp një shkollim. E mëso mu të afru, është tepër e rëndë. Por një prind si prind, tepër është e rëndë. Por më një bëj baja apel gjdo njënët kush është e këtë vedo, që sa do pak që të një thmive të afron vetëm shkollimin, na verës që të kem pejse këtev, kem nej, kem gjarp nej, kem jena me të besabes edhe me trauma valla jam. Shpesh është më qësë pyetja, thëvin, bab që gjële më shkollu. Bab e pas zëti mirë se del nej donator, del nej bamers, del nej dasha mirë. Edhe ma mërmenja që e ba për e një mirë, jepi ka vetëm këtë lagje, nuk ka banim asë një njeri kësajt. Rrugën për shkollim të fëmijëve e kem tepër të lartë, edhe nuk kem mundësi kur qysh. Kësha bo apel, Halil Kasratit, që sa do kudo pak blendim, që se veç një tru se e di, se ka një shpirt, e një zemër shumë madhe, për një banim që ty një thmije veç me afru, për me shkallu 7 thmije. Po të kazoj realitetin, pëse në nëzit e shkollës, se vedis makulli, gjithashtu e drejtori, nëse ishtë drejtori, ta shumë një zëvez drejtori, drejtori Berani, nështë me emra nuk po hikështu, me gjithë simulancët, një mundu me gjdo sen një mu, këtë një thëmijë me afru, ndimi, faleminderej shumë. Zakonisht verës, jena I thonë, jena I lull, jena I qështë për të kazoj me qëtu, mundu me të gjallë. Fëmija dalin do lulla me dhe qëtu, mundu me të gjallë me bje tu. Me qatë social, I marrë për 100 euro social, që aty drejti me të kazu vëllaj, për të drejti ma shumë edhe barna, si barna për veti, për vlasë. Na shkuj se ka problemin me shtypje, ka problemin me shiqer, ka më naza. Edhe do tjera s'muj shëqëruse, po mi po vetën këtë rast për arrej, kur për shëqin I thmi, unë ba pyetje të thuja për çdo natë, për çdo ditë. Nuk po mëjtë plasmo.
Basri, ambient I ri tash, ndryshim I madh. Po, inderu. Është e vërtet që është një kretit të rijet. Veçanti kisha përshëndet Hoxhën Halil Kasatit me stafin e tij. Dhe gjithë ata që kontribuan dhe lëbuan I falenderoj nga zë, po pikërisht kisha dhënë të falenderu Haxhi Xhafer Sinodën me familjen e tij. Gjithë ata që dhanë sa do ku do një kontribut dhe më vogël, I falenderoj nga zemra. Është një dallim shumë I madh, se me qenë se jem konë një gjendje të mjerueshme, si që keni po edhe vetë. Tash është një dallim kretë një jetë ma ndryshe, me ere, ma normale, ma stabile. Shumë faleminderit edhe për josh, faleminderit se nashta për momentin mu I gaboj, apo nga trajnë emve, I faleminderit e gjithë për zemërsisht. Allah e kur mos I humbët, edhe Allah e hiq pa dyshim se këta gjin nuk I humbë. Po përkundrazi, këta fitojnë për Allahit të shumë. Veçanti kisha pas dëshirë dhe qef të shprej përmes kësaj interviste Haxhi Xhafer Sinodit me familjen e tina, Allah është përblef të mirat dhe kur Zoti mos I humbët. Gjithmonë do të jem mirënjohës për Haxhi Halil Kasatin, stafin e juaj. Familjen e Haxhi Xhafer Sinodit me gjithë familjen e tij. Respekt pa fund nga zemra. Këti urimi I bashkëngjitemi edhe ne e falenderojmë edhe Haxhi Xhafer Sinodin dhe gruan e tij Kadrien, të cilët janë donatorë të vetëm të kësaj shtëpie për ndërtimin e shtëpisë Basre Qelës. I falenderojmë edhe na si jetimat e Ballkanit, e na po e lana me pamjet e shtëpisë së re, na Basrijes po ja bëjmë për hajër, Basre. Për hajër, inshallah e gëzoni, inshallah të rashëgoni. Shumë faleminderit, Allah ju dhash hajër, Allah ju dhash rrezime e bereqet. Allah kur mos ju humbë, edhe hiç pa shujbe Allah kur s'ju humbë. Inshallah. Shumë faleminderit, shumë respekt pa fund. Zoti ju ruaj.